Duke si një përplasje e fortë ka filluar mes kryeministrit Rama dhe Elisës Spiropalit. Paralajmërimi i fundit ndaj Elisës në mbledhjen e grupit ishte ky: po të jap një shans të fundit, sepse kam investuar te ty, dhe një gabim tjetër që do të bësh, unë do të përjashtoj. Duke qenë se nuk ju dha mundësia për të folur e për të kthyer përgjigje në takimin atë ditë, Spiropali një ditë më pas bëri një status në Facebook ku ju përgjigj qartë dhe prerë kryeministrit Rama: më përjashto. Duke se kjo situatë nuk ka më kthim pas, tatimet kanë vërshuar në bizneset private të Elisës. Por ajo që nuk pritej është se bashkëshorti i Elisës është goditur nga djali i një deputeti socialist me pretendimin se burri i saj përdorte si mbrojtje emrin e babait të tij. Në mediat online është bërë publik edhe emri i djalit të deputetit socialist. Bëhet fjalë për Ledi Ruçin, djalin e socialistit Gramoz Ruçi. Sipas djalit të Ruçit, bashkëshorti i Elisës ka ngritur një perandori financiare duke përdorur dhe keq përdorur emrin e Gramoz Ruçit, një prej figurave më emblematike të historisë së socialistëve. Burri i Elisës kudo kërkonte favore me shprehjen se është nipi i Gramoz Ruçit. Ky është një pretendim i rrem. Në të vërtetë, Salarion Totaj është djali i një prej kushërinjve të Gramoz Ruçit, por jo nipi i tij. Me sa duket, djali i Gramozit ka vendosur me forcë që emri i babait të tij të mos përdoret nga bashkëshorti i Elisës. Kjo ngjarje e rëndë ka qenë tejet e diskutuar në korridoret e Partisë Socialiste.